Rita Ora kujton traditat shqiptare. Gjyshja më lexonte filxhanin si një hartë të së ardhmes. Rita Ora ka ndarë disa detaje personale nga jeta e saj, duke folur për besimet, energjinë, traditat shqiptare me të cilat është rritur në familje. Në një intervistë për New York Times, këngëtarja shqiptare me famë botërore ka treguar se mban pothuajse gjithmonë me vete një varse të veçantë me kristale, të cilën e konsideron si një objekt që sjell qetësi dhe ndihmon të ruajë ekuilibrin gjatë ritmit intensiv të karrierës. Sipas Ritës, varësia është dhuratë për 34 vjetorin e saj nga një prej mikeshave më të afërta. Artistja ka pranuar se është supersticioze dhe se shumë prej këtyre besimeve i ka të zhguar nga ambienti familjar shqiptar ku është rritur. Po jam supersticioze, mendoj se ne evropianët lindor, sidomos unë që vi nga një familje shqiptare, jemi të rritur me besdytni. Ka rrëfyer ajo. Rita ka kujtuar në veçanti gjyshen e saj dhe ritualet e saj që ajo praktikonte. Gjyshja ime bënte gjithmonë ritualin në dritën e hënës së plotë dhe lexonte filxhanin e kafes të kthyer përmbys, sikur të ishte një hartë e së ardhmes, ka treguar këngëtarja.